Bismillahirrahmanirrahim. Në vazhdimin e fragmenteve nga jeta dhe porositë e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta veçojmë Uthman ibn Affanin radhiyallahu anhu. Uthmani, një burr i madh, një burr me edukat dhe moral, një njeri që jepi çdo gjë për fenë Allah subhanahu wa taala, një njeri që investoi dhe ndihmoi të tjerët, saqë edhe vakufi i tij edhe sot e kësaj dite rrjedh në ndihmën e muslimanëve që është nga koha kur ai ka jetu. Një njeri që ishte dhëndri i pejgamberit alajhissalam, që posedonte 2 drita, 2 vajzat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një njeri që turproheshin edhe me lajket, një njeri i përgëzuar me xhennet, një shahid që ecte mbi tokë me përgëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e përgëzoi që edhe Omer radiallahu anhu, edhe Uthmani radiallahu anhu do të jenë që të dytë shahida dhe të vrarë nga dora e njerëzve. Uthmani radiallahu anhu ishte njeri i turpshëm, ndaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë nga herat ishte duke qëndruar në shtëpinë e tij dhe futet Abu Bekr radiallahu anhu. Pastaj futet Omer radiallahu anhu dhe nuk lëviz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kur futet Uthmani radiallahu anhu, e mbulon atë pjesën e këmbës së tij që i kishte të zbuluar, cilën nuk e mbuloi kur u fut Abu Bekri dhe Uthmani dhe Omer radiallahu anhuma. Mirë, po kur mbuloi, kur u fut Uthmani radiallahu anhu, i than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, nuk veprove kështu kur hym ne, ndërsa veprove kur hyri Uthmani radiallahu anhu." Ndërsa pejgamberi alajhissalam i tha: "Si mos turprohem nga Uthmani kur edhe me lajket turprohen nga ai." Një njeri shumë i devotshëm, një asket i kohës së tij, një njeri i urtë, një njeri më shumë të mirë, një familjar, një njeri që kontriboi për njerëzit, një halife e drejtë, mirë, po jo gjithmonë i drejti është i mirë pritur të njerëzit, ata që janë me zemra të smura. Ndaj Uthmani radiallahu anhu e gjeti vdekjen nga dora e atyre që thirrën në fenë e Allahut, nga sekti i parë, nga ata që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paralajmëroi para ardhes së tyre, nga ata që pejgamberi alajhissalam i quajti Khawarij, ata që dalën nga parimet e fesë islame dhe grupacioni i parë i devijuar. Ata që pejgamberi alajhissalam për ta tha, ata janë nga qend e xhehenemit, dalin nga feja sikurse del shigjeta nga harku ku ti nxini vriteni. Janë ata njerëz me ndjelet, janë ata njerëz që në emën të Kur'anit e vran khalifen e muslimanëve. Me vrasjen e tij, pikat që goditën Kur'anin, cilin ishte duke e lexuar Uthmani radiallahu anhu, ranë në ajetin e surës Al-Baqara: "Fesayakfikahumullah." Do t'ju mjaftoj Allahu juve. Sikurse deshi Allahu subhanahu wa taala mi tregu qysh në dunja se juve do t'ju mjafton Allahu për ato që ai keni bërë këtij njeriu. Me juve do të merret Allahu ditën kur dëni para Allahut subhanahu wa taala. Ndaj kjo ishin gjenerata prej gjeneratës më të poshtër që dolën nga tabori i muslimanëve për të vrarë vetë musliman. Uthmani radiallahu anhu e kishte lënë një letër porosi ku kishte thënë: Bismillahirrahmanirrahim, nga Uthman ibn Affan. Dëshmoj se vetëm Allahu meriton të adhurohet dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Dëshmoj se xhenneti është hak dhe xhehenemi është hak. Dhe dëshmoj se njerëzit do të mblidhen ditën e gjykimit për të dhënë llogari para Allahut subhanahu wa taala. Imagjinoni këtë letër kur e kanë lexuar ata që e vranë Uthman radiallahu anhu. E vran një khalifet muslimanëve, një njeri i përgëzuar me xhennet nga shpallja e Allahut subhanahu wa taala, një dhëndër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur e lexuan këtë letër e kuptuan, edhe pse ata asnjëherë nuk kuptuan, që ky njeri ka vdek me fenë e Allahut subhanahu wa taala si një shahid, duke dëshmu, duke i tregu se unë jam musliman, se unë i frikëgojm Allah subhanahu wa taala, dhe ta keni parasysh se ditën e gjykimit ka xhennet dhe ka xhenem, ndërsa Allahu do t'i jap hakin secilit para ata që kanë punuar. Jeta e tij ishte mësim në vete, jeta e tij si khalife ishte një udhëheqje e drejtë, e dent, i përzgjedhur nga muslimanët, ishte një njeri që e meritoi udhëheqjen, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu shumë për jetën e tij mbi gjitha, a nuk mjafton që ishte njeri i përgëzuar me xhennet dhe i kishte gjitha ato karakteristike. Edhe ky vdiq
i vrar nga dora e Khawarijve, vdiq si një shahid, vdiq para Kur'anit, vdiq para gruas së tij, vdiq duke mos dashur me u hakmer edhe pse kishte mundësinë e hakmarrjes. Andaj duhet ta kuptojmë drejt se ata që ishin shkatrimtar të asaj kohe, ata do të jenë deri në ditën e gjykimit kur dalin para Allahut subhanahu wa taala, ndërsa ne lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu më na ruajt nga kësi njerëz të prishur dhe më na kthy në fenë e asaj që erdhi Uthmani radiallahu anhu e paraprakisht Omeri e Ebu Bekri nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.